Familjarët e viktimave të një prej sulmeve më tragjike në Kanada kanë ngritur një paditë rëndësishme në Shtetet e Bashkuara kundër kompanisë OpenAI dhe drejtuesit të saj, Sam Altman. Sipas dokumenteve të dorëzuara në Gjykatën Federale në San Francisco, kompania dyshohet se kishte identifikuar autorin e sulmit si një kërcënim të besueshëm 8 muaj para ngjarjes, por nuk kishte njoftuar autoritetet. Ngjarja e rëndë ndodhi në shkurt në Tumbler Ridge në British Columbia, ku humbën jetën 9 persona, mes tyre edhe fëmijë. Sipas padis, sistemet e automatizuara të OpenAI kishin zbuluar biseda me përmbajtje të dhunshme në platformën ChatGPT dhe stafi i sigurisë kishte rekomenduar kontaktimin e policisë. Megjithatë, pretendohet se ky vendim u rrëzua nga drejtuesi i lartë të kompanisë. Avokati i familjeve, Jay Edelson, deklaroi se kjo është hera e parë që një masakër lidhet drejt për drejt me një kompani të inteligjencës artificiale, duke paralajmëruar se raste të tjera të ngjashme mund të dalin në dritë. Autoritetet kanadeze bëjnë të ditur se autori, një 18 vjeçar, kreu sulmin në familjen e tij dhe më pas në një shkollë, përpara se t'i jepte fund jetës. Ndër paditësit është edhe një vajzë 12 vjeçare, e cila mbijetoi, por vazhdon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. Nga ana tjetër, OpenAI e ka cilësuar ngjarjen një tragjedi dhe thekson se ka politika të rrepta kundër përdorimit të teknologjisë për qëllime të dhunshme. Kompania deklaron se bisedat në fjalë nuk arritën pragun për njoftimin e policisë, ndërsa Sam Altman ka kërkuar falje publikisht. Padia kërkon dëmshpërblim financiar dhe ndryshime të detyrueshme në praktikat e sigurisë së kompanisë, ndërsa gjykata amerikane pritet të përcaktojnë kufijtë e përgjegjësisë së inteligjencës artificiale në raste të tilla.